Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha akuzoi kryeministrin Edi Rama nga podiumi i konferencës për media se jo vetëm kishte përgatitur skenar gjakderdhës gjatë protestës së opozitës ditën e martë, por shënjestroi edhe 4 prej tyre me plumba gome në kokë nga snajperat. Berisha tha se 3 nga protestuesit u goditën në kokë dhe u plagon së rënd nga plumbat e gomës. Edi Rama donte gjak për të shpëtuar Plaçken dhe Lubin. Plaçken që ka vjedh vetë dhe Lubin. Ky akt, qëllimi me snajper, ndaj protestuesve paqësor, dëshmon dhe njëherë lakmin për gjak që ka Edi Rama. E garantoj se do mbaj përgjegjësi gjërë në fund për urdhrin e djeshëm, për skenarin e djeshëm. Jo vetëm kaq. Policia përdori mjete piroteknike, përveç gazit dhe ujit, përdori mjete piroteknike kundër demonstruesve. Dhe këto janë të gjitha të filmuara. Barbari e vërtet ndaj gazetarëve. Arjan Asimi mbeti i asfiksuar. Demonstrues tjetër me aftësi të kufizuar, thellësisht kufizuar, u tërhoq zvarr sikur të mos ishte njeri. U tërhoq zvarr në rrugë sikur të mos ishte njeri. Sipas Berishës, me urdhër të kryeministrit Rama u godit dhe u keqtrajtua deputeti Bledion Nallbati. Ai tha se goditja e deputetit ishte një akt kriminal dhe përbën një krim të shëmtuar. Goditën dhe keqtrajtuan deputetin Bledion Nallbati me urdhër të Edi Ramës, i cili në mënyrë absolute nuk po kryente asnjë veprim përveç se një të mitur që po e keqtrajtonin e ndihmoj. Akt kriminal, akt politik kriminal. Goditja e Bledion Nallbatit, goditja publike, përpjekja për ta asfiksuar me gaz në fytyrë, përbën një krim të shëmtuar, një akmarrje primitive të Edi Ramës ndaj deputetit guximtar, Bledion Nallbati. Qytetarët e Tiranës dhe të mbarë Shqipërisë meritojnë mirënjohje të pakufishme, nderimin më të madh, të cilët me kryengritjen e tyre paqësore i zbardhën faqen Shqipërisë, shënuan një kapitull të ri në kryengritjen paqësore të popullit shqiptar kundër narkoregjimit të Edi Ramës, tha Berisha.